Rëndësia e pagëzimit. Shiko, Krishti na ka lënë dy simbole të besimit tonë, që është pagëzimi edhe darka e Zotit. Edhe të dyja kanë kuptime shumë të rëndësishme. Ajo që dua të ndaj me ju sot është rëndësia e pagëzimit. Pse, si, qysh, kur. Pagëzimi është aq i rëndësishëm sa që është i përfshirë në porosinë e madhe. Ja do ta shohim kështu copza, se edhe fillojmë me pse. Pse duhet pagëzohemi? E para fare. Edhe do të lexojmë bashkë edhe shumë vargje nga Bibla. E para është që të ndjekim shembullin e Krishtit. Sepse tek Marku kapitulli 1, vargu 9, dhe në atë ditë që Jezusi erdhi nga Nazareti i Galiles, u pagëzua nga gjoni në Jordan. Shiko, Jezusi pse u pagëzua Jezusi? Zakonisht pagëzimi ishte si shej pendimi edhe për të filluar këtë jetën e re. Po çfarë do pendoja ai? Ai ishte i përsosur. Nuk kishte nevojë as të pendoje, as të pagëzohej, por e bëri si shembull për ne. Në fakt çdo gjë që ai na kërkon neve, e ka bërë një herë vetë, e ka demonstruar atë gjë. Edhe kur ti pagëzohesh, është si një simbol i bindjes ndaj tij. Jezus ti e bëre, unë do ta bëj. Cila është e dyta? Sepse Jezusi na la porosi së pari, ndjekim shembullin e tij, së dyti, ai na la porosi që çdo kush që zgjedh të besoj Krishtit të pagëzohet. Ku e gjem? Porosia e madhe. Para se të ikte në qiell, Jezusi tha: shkoni dhe bëni 3 gjëra. Bëni dishepujt nga gjithë popujt. 2. Duke i pagëzuar në emër të Atit, Birit dhe të Frymës së Shenjtë. 3. Duke i mësuar të zbatojnë të gjithë të gjërat që unë ju kam mësuar. Krishti na i la të porosi këto 3 gjëra. Edhe dyta është sapo dikush është bërë dishepull, ndjekës i Krishtit, cila është pagëzohet. Edhe treta, pra ndjekim shembullin e Krishtit e para, e dyta Krishti na e la porosi, na urdhëroi këtë gjë. Edhe e treta, pagëzimi tregon që un jam me të vërtetë besimtar. Është gjë e parë që bën dikush që zgjedh të besojë Krishtit. Ku e gjem? Te shkrimi thotë: edhe shumë korintas duke dëgjuar palin, shive radhën, besuan do pagëzuan. Shive sa shpejt, besuan, sapo besuan, u pagëzuan. Ishte gjëja tjetër, next, që vinte direkt pagëzimi. Shiko, nuk të bën të krishterë, sepse nuk do të krijojnë e keq kuptim. Pagëzimi nuk të bën të krishterë. Thjesht tregon, demonstron që ti je i tillë. Është si puna unazës për dikë të martuar. Unaza nuk më bën mua të martuar. Është sheje për kushtimit tim ndaj gruas time, që në momentin që unë thash asaj po, edhe kjo unazë demonstron për kushtimin ton. Nëse mua më humbet unaza, prapë martuarja. S'kam kat maj. Pse? Sepse unë jam i lidhur me përkushtimin, nuk jam i lidhur me unazën. Edhe ne nuk jemi shpëtuar nga pagëzimi. Ne jemi shpëtuar kur ti zgjodhe ti besosh Krishtit. Pagëzimi e demonstron këtë gjë, e tregon këtë gjë para gjithë tjerëve. Ja ta them me një shprehje që për mua është nga më të bukurat. Pagëzimi është simboli i jashtëm i një përkushtimi të brendshëm. Është simboli i jashtëm, është duke e jashtme për një përkushtim të brendshëm që ka ndodhur në qetësinë tënde, kur dikush pranon Krishtin në qetësinë e tij. Kur jemi në kishë dhe themi kush do të pranoj Krishtin, ka raste që i ftojmë përpara, ka raste që i themi të ngrenë dorën, por shumica janë në qetësinë e tyre, zgjedhin të bëjnë lutjen e shpëtimit e pranojnë Krishtin. Pyetja është, ore, kur do jetë shpallje publike? Kur do merret vesh kush është i krishter, kush nuk është? Kush i besoi Krishtit, kush nuk ka besuar akoma? Edhe ditë kush është momenti? Momenti është kur ti pagëzohesh. Sepse demonstron dhe thua, unë jam i Krishtit, nuk kam turp të tërgët gjithve që unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Kjo ishte pse duhet pagëzohem. Edhe dyta, që sigurisht është shumë e rëndësishme, çfarë kuptimi ka pagëzimi? Pse Jezusi ne e la këto 2 simbole? Kush ishte pagëzimi dhe darka e Zotit? Cili është kuptimi i pagëzimit? Në fakt, ka 2 kuptime. Një simbolizon vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit. Ja të lexojmë 2 vargje. Te 1 Korintasve thuhet, Krishti vdiq për mëkatet tona, u varros dhe u ringjall të 3-ën ditë. Kështu e thon shkrimet, kështu e besojmë. Kolosianëve thotë kështu, lidhja me ne, të varrosur bashkë me të në pagëzim, ju edhe u ringjallët bashkë me të. Sa bukur? Ashtu siç Krishti vdiq,
edhe fut në tokë, edhe qëndroi 3 ditë në varr, edhe pas 3 ditësh u ringjall. Pagëzimi simbolizon jetën gjë. Kur ti futesh në ujë simbolizon Krishtin që u fut në varr, kur ti çohesh nga uji simbolizon Krishtin e ringjallur. Tash vetëm diferenca është që ti do rish më pak se 1 sekond në ujë, Krishti ne di 3 ditë në tokë, kështu që nuk do rish 3 ditë në ujë për ta simbolizuar plotësisht. Është më shumë simbol i asaj që Krishti bëri, Krishti vdiq, Krishti ringjall. Ti pagzohesh, çohesh nga uji. Kush është simboli i dytë? Simboli i dytë simbolizon jetën e re në Krishtin. Simbolizon atë gjën e re që ka filluar tek ty kur ti zgjodhe ti besosh Krishtin. Te 2 Korintasve thuhet, prandaj nëse dikush është në Krishtin, kush e di vargun? Ai është i krijesë e re, gjërat e vjetra shkuan, ja, të gjithë gjërat u bën të reja. Në Bibël çdo person që besonte pagzohej. Shpesh ishte automatikisht për njëtës ditë, besoj u pagzua. Janë të lexoj një varg tjetër të Romakëve 6:4 që thot, ne pra u varrosëm me të anë të pagzimit në vdekje, pra lidhja që thash më sipër dhe është referenca është te Romakëve këtë herë, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish, kështu dhe ne të ecim në risinë e jetës, kështu dhe ne të ecim në këtë jetë të re. Pra pasi u pagzua, edhe quam, edhe nisim ecim, këtë është simbol i jetës së re në Krishtin. Edhe është një gjë për të theksuar, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, është kur pagzohesh, nuk u bëre besimtar. Ti zgjodhe ti besosh Krishtit në zemrën tënde, aty ndodhi shpëtimi, aty ndodhi rilindja, ringjallja frymërore, aty ndodhi fillimi natyrës së re, njeriu të ri. Nuk është e pagzimi. Pagzimi është thjesht demonstrim, sepse shpëtimi nuk fitohet me anë të veprave. Pagzimi nuk mund të shpëtojë. Këtë më bën vetëm Krishti. Edhe sa mirë që është kështu, sepse Efesianëve 2, kapitulli 2, vargu 8 dhe 9 thotë kështu. Ju në fakt, ti në fakt, je shpëtuar, kush e di vargun? Le ta themi bashkë, me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat që të mos burret askush. Që është shumë e qartë. Shpëtimi vjen nga Krishti. Është nëpërmjet hirit, çfarë thotë? Është hiri i Perëndisë, është dashja e Perëndisë që ofrohet të gjithëve. Nëpërmjet besimit ti e zgjedh ta bësh personal. E zgjedh, sepse Krishti vdiq për gjithë, lajmi i mirë po shkon, ka shkuar kudo, gati në çdo cep të botës, por nëpërmjet besimit ti e bën personal këtë gjë. Por ama kjo nuk vjen nga ju, është dhuratë e Perëndisë. Jo nga veprat që të mos burret askush, të mendoj sa mirë që është kështu, sepse qielli do ishte i lodhshëm. Imagjino se unë qiell shkonin njerëzit me veprat e tyre. Kush i duronte njerëzit edhe në qiell, sepse do fillojnë mburreshin, do i binin qoksit, ti si kam ardhur këtu, di çka kam bën kur isha në tokë, unë kam bën këtë, unë e meritoj këtë vend. Edhe pavarur fjalën ky i parë vjen i dyti që thotë, tos janë gjë ishta, dish ti çka kam bërë unë. E vërteta është, jo nga vepra që të mos mburret askush, edhe kur të jemi në praninë e Perëndisë, kur largohemi nga kjo botë, e të jemi në praninë e Perëndisë, asnjëri nuk do shoh sa i Zoti jam unë. Gjithë do shohin sa i Zoti është Zoti. E do jemi qëndrim mirënjohës dhe adhurues ndaj Perëndisë. Kështu, përse do të pagzohem? Çfarë kuptimi ka pagzimi? E treta është pse të pagzohem me zhytje dhe jo në një formë tjetër? Pse jo me një enë të vogël ose me një gotë por pse me zhytje të plot? Do të them 2-3 gjëra, se mos nëse ti vjen nga sfond e besimit katolik ose ortodoks që ke dëgjuar më para për pagzimin e fëmijëve apo çfarë lloj forme, duhet ta them këtë gjë, qëndrimi për kishën ungjillore, është i tillë. Është pagzimi është me zhytje të plot në ujë. Plotësisht edhe pastaj çohesh lart. Pse? Sepse së pari Jezusi u pagzoi në këtë mënyrë. Në njërë më thotë, po nga e diti, ti s'ke qenë aty. Ama e dim sepse Mateo 3:16 thotë, dhe Jezusi sa po u pagzua, doli nga uji. Gjoni pagzoi Jezusin, tash që dalish nga uji, do të kesh hyrë në ujë. Kështu që e pagzoi, pastaj ai doli nga uji dhe na e la neve këtë modelin. Doli nga uji do thotë që kishte hyrë aty së pari, ishte zhyt së pari. Edhe në Bibël po të shohësh çdo pagzim ishte me zhytje, për shembull, vepra 8 thotë kështu, dhe të dy, edhe Filipi dhe Onuku, zbritën në ujë
Dhe Filipi e pagzoi. Kur dolën nga uji, kur dolën nga uji, ka hyrë njerë në uji. Ka hyrë njerë në uji, nuk ka hyrë në ujë që është zvoglu, po është zhyt në ujë, pastaj doli, ose tjetra është simbolizon më mirë vdekjen edhe ringjalljen e Krishtit, sepse kur futesh plotësisht në ujë simbolizon që plotësisht siç Krishti u varos tamam, edhe pagzohesh, edhe çohesh. Tjetra është fjala pagzim në gjuhën origjinale është vaftizo, që do të thotë fundos ose zhys në ujë. Edhe tjetra është edhe drejtues të mëdhej të kohës së reformimit e kanë theksuar këtë gjë, zhytjen me ujë. Për shembull, Martin Luteri ka thënë: "Unë do ju thoja që kur të pagzohen, të zhyten tërësisht, ashtu siç fjala thotë të misteri e tregon." John Calvini tha kështu: "Fjala pagzim do të thotë të zhytesh. Është e qartë që zhytja ishte mënyra se si kisha e hershme e praktikonte pagzimin." John Wesley thotë kështu: "Të varrosur me të do të thotë të pagzohesh me zhytje sipas traditës së kishës parë." Mirë, ja 2-3 detajet të fundit, kush duhet të pagzohet? A ka ne kush? Kush duhet apo kush nuk duhet? Në fakt le të themi kush duhet. Çdo person që ka besuar Krishti. Kaq. Është i vetmi kusht që dikush do të jetë gati për të pagzuar. Njerëzit në herë thonë, unë si jam gati për të pagzuar, do pres edhe pak sa të bëhem gati, shiko, në herë është kjo ngatresa me çaj bie, me perëndishmërinë, me shitërinë, me të ngjarit ton, me karakterin e Krishtit, që shiko, ne kur zgjedhim të besojmë Krishtit, fillon procesi i shëtërimit dhe i perëndishmërisë dhe fillon ndryshimi dhe bëhemi çdo ditë e më shumë si Krishti për sa kohë të jemi në tokë. Edhe ky proces është i pandalshëm, por nuk ka lidhje me pagzimin, nuk ka lidhje me të bërit gati, sepse shkrimi e thotë shpesh që shiko, njerëzit besuan, pranuan Krishtin, u pagzuan brenda ditës. Ka vetëm një kusht për të pagzuar. Cili është kushti? A ke besuar te Krishti? Nëse ke besuar te Krishti, je gati për të pagzuar. Ja të lexoj 3 vargje shpejt. Vepra 2. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u pagzuan. Tjetra, vepra 8. Besoi dhe Simoni dhe u pagzua. Veprat 8, 13 ishte para, e dyta është 8:12. Por kur i besuan Filipit, kur besuan fjalës që ndau Filipi, që shpalli lajmin e mirë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagzuan. Shiko, ishte shumë natyrshme, ishte shumë e shpejt. Nuk kishte lidhje me të bërit gati, por kishte lidhje me a besove po, i vetmi kusht. Atëherë i gati për të pagzuar. Një theksim të vogël për sa i përket pagzimit të fëmijëve, unë do t'ju sugjeroja që të prisni deri në moshën që ta jenë në gjendje ta kuptojnë se çfarë po ndodh. Ta kuptojnë çfarë është pagzimi e ta kuptojnë çfarë është kjo gjëja që po ndodh. Në kishën tonë më i vogli ka qenë 11 ose 12 vjeç, edhe nuk ka qenë rast gjithkohës, ka qenë 1 ose 2 raste. Pse? Sepse do duam shumë që ai fëmijë, sigurisht me aprovimin e prindërve nëse është 9-18 vjeç, ai fëmijë ta kuptojë çfarë po ndodh. Edhe un kam pas një rast kur isha në shkollën e Biblës, i pas një gocë, edhe tha, unë jam pagzuar 3 herë. Edhe 3 herë, pse e pagzu 3 herë, njeriu s'ka nevojë të pagzohet 3 herë. Ai tha, shiko, një herë jam pagzuar nga që vim me traditë ortodokse, jam pagzuar fëmijë nga prindit me kishën ortodokse. Pastaj herën e dytë jam pagzuar kur isha në shkollën e mesme, sepse shumë shokë dhe shoqe u pagzuan, edhe thash, po shkoj edhe unë. E tha, herën e tretë u pagzova, sepse më në fund të kuptova, edhe u pagzova me vetdije. Prandaj kjo është nxitja ime, që mosha e fëmijëve të jetë mjaftueshëm të rritur, që ta kuptojnë me vetdije se çfarë po ndodh. Edhe kjo është si të vishem, mund të jetë një pyetje, si të vishem ditën e pagzimit, ne kemi bluza gati për ty edhe dhuratë. Është si ky modeli që do të nxjerr në këtë anë, është kjo bluza që tregon një Zot, një besim, një pagzim. Edhe këtë bluzën po e veshim të kohë pagzimi, po nxisim shumë kisha që do pagzohen në të njëjtën kohë, edhe gjithë do kenë këtë bluzë, edhe do të shumë e veçantë.
Është shumë e veçantë. Shumë kisha, më shumë se 40 kisha deri tani, edhe uroj që do jenë mbi 50 deri në fund, deri kur të afroj koha e pagëzimit, që po bëjmë pagëzimin në të njëjtën datë. Kështu që e fundit çfarë do ishte e fundit? Kur duhet pagëzojmë, do ta theksoj edhe një herë këtë, se më duket e thash, po kam për shkak se kam parë disa ngërçe, disa herë që njerëzit ngurrojnë për këtë gjë, prandaj duhet ta theksoj sa më shpejt tjetë mundur. Kur duhet pagëzojmë? A ka mundësi me më pagëzu për ditës? Në herë nuk ka mundësi, por nëse ka, do ishe shumë mirë. Besoj, u pagëzua, sepse kështu thonë vargjet, ato që pranuan fjalën, besuan, u pagëzuan. Nuk ka arsye pse ta vonosh pagëzimin. Nuk ka arsye, ndoshta është disa njerëz kanë turp, disa njerëz kanë ndroje, apo çfarë do lloj gjëja është, nëse ti ke zgjedh Krishtin në jetën tënde, i ke besuar atij, pagëzimi është moment fantastik për ta demonstruar, për ta shpallur. Unë kam zgjedh Krishtin, Jezusi Zot dhe Shpëtimtar, edhe nuk kam turp. Unë kam vendosur ta ndjek Jezusin, dhe është dëshmi e bukur për ty edhe për të tjerët që do të shohin. Kështu që nuk ka pagëzimi. Shumë kisha, disa e bëjnë në det, disa në liçen, disa në lum, disa në vas, disa te kisha, disa në shumë forma të ndryshme. Nuk ka rëndësi uji me krip pa krip, apo çfarë rëndësi ka ky momenti kur ti pagëzohesh, sepse tregon përkushtimin, tregon që ti ke zgjedhur ti besosh Krishtit. Shiko, e fundit fare, 3 herë më thënë e fundit, kjo është e fundit megjithëse. A duhet të them në një gjë? Kjo është në varësi të çdo kishe, por ama rëndësishme është që çdo person që pagëzohet të ndajë një dëshmi të shkurtër. Çfarë do thotë dëshmi të shkurtër? 3 momente. Si ke dëgjuar për Krishtin? Si ke dëgjuar? Kush të tregoi? Si erdhi lajmi mirë ke ty? Është kur besove? Kur zgjodhe të besosh Krishtin si Zot e Shpëtimtar? Edhe e fundit është çfarë ndryshoi Zoti në jetën tënde? Kur ti zgjodhe, besove, çfarë ndryshoi ai në ty? Njerëzit e tjerë kanë nevojë ta dëgjojnë, që të inkurajohen nga kjo gjë. Por kjo mund të thuhet të dielën përpara festimit, ose te momenti i pagëzimit, ose te momenti i përgatitjes pagëzimit, në çdo momenti, por unë do sugjeroj që secili të ndajë një gjë të shkurtër, qoftë edhe 5 minuta me këto 3 element. Si dëgjove, kur besove, çfarë ndryshoi Zoti tek ty. Kështu që gjithashtu të inkurajoj kur ti dita e pagëzimit të ftosh sa më shumë miq, shok, familjar që të bëjnë pjesë e këtij festimit. Kështu që edhe fundit, rritja shpirtërore është proces. Nuk ke nevojë të bëhesh gati për të pagëzuar, ama ke nevojë për të dhënë rëndësi rritjes dhe maturisë në Zotit, që fillon kur zgjedh besosh te Krishti edhe vazhdon për ditë, edhe të paktën 3 gjëra që të ndihmojnë në rritjen tënde frymore është koha jote me Zotin. Lexoj Biblën çdo ditë, kalo kohë me Perëndin çdo ditë. Pjesë e një kishe lokale. Ti je pjesë e një kishe lokale ku shkon çdo të diel dhe pjesë e shërbesës apo festimit asaj kishe. Edhe treta, ndaje me të tjerët ato që Zoti ka bërë me ty. Edhe ky fillon procesi i rritjes tënde frymërore, që pastaj secila kishë ka në thojza traditat e veta ose hapat e vet praktik, se si të ndihmon ty ose këndo që të besoj te Krishti. Mirë. Ka që ishte, uroj që ka qenë inkurajim për ty, edhe uroj që nëse ti ke zgjedhur të besosh Krishtit, do pagëzohesh bashkë me qindra të tjerë. Me 13 qershor e shtun, secili do mlidhet te kisha vet lokale, por nëse do dish më shumë detaje, na shkruaj në media sociale e dikush do t'ja përgjigj direkt. Sot e bekov shumë, hajde ta festojmë këtë gjë, këtë mrekulli që Zoti ka bënë në ty.